Përshëndetje zonja dhe zotrinj, ky është edicioni qendror, këtu në ekranin e kanalit 7, ndër të tjera do të ndiqni. Drejtuesi i prokurorisë së posaçme thotë se arrestimi i Ermal Beqirit në Francë nuk ishte rastësi, biznesmeni u la qëllimisht i lirë për të plotësuar hetimet ndaj tij. Majoranca depoziton në kuvent hartën e re territoriale, Shqipëria propozohet të ketë 46 bashki, ndërsa 15 të tjera do të shkrihen me të mëdhat. Shërbimi e Hemodializës dhe i check-upit i kalojnë shtetit. Hemodializa i ka kaluar shtetit pas përfundimit të kontratave koncesionare. Qytetarët do të vijojnë të marrin trajtimet falas, ndërsa për shumë të tjerë këto shërbime u ofruan nga privati. Tragjedia në Shkodër besohet se u shkaktua nga bombula e gazit. Shpërtimi shkaktoi zjarrin brenda shtëpisë që i mori jetën nënës dhe 2 fëmijëve. Do të vjojmë më gjërësisht me lajme. Drejtuesi i prokurorisë së posaçme Klodian Braho deklaroi se Spaku kishte rënë prej disa javësh në gjurmët e Ermal Beqirit në Francë. Sipas tij, biznesmeni është lënë qëllimisht i lirë për të plotësuar hetimet komplekse ndaj tij. Për sa i takon pasurive të Beqirit në euro, Braho tha se është kërkuar sekuestrimi i tyre. Arrestimi i pazakontë i Ermal Beqirit në Francë, teksa po fluturonte mbi një reaktor bërthamor, nuk është rastësor, kështu shpreh kryeprokurori SPAK Klodian Braho në një takim me gazetarët për të hetuar nga organi që ai drejton për dosjen Akshi. Prokuroria në çdo rast merr vendimin e gjykatës, ia çon organit që ka për detyrë ekzekutimin. Nuk ka qenë veprim i rastësishëm. Grupi hetimor prej disa javësh ka qenë në kontakt me autoritetet franceze, ka pasur informacion. Ai ka qenë i lokalizuar prej disa javësh. Nuk ka qenë qëllimi vetëm tek arrestimi, por edhe tek veprime të tjera hetimore. Në ditët në vijim do të kemi informacion zyrtar. Kaq mund të ndaj sot. Drejtësia shqiptare ka nisur procedurat për ekstradimin e biznesmenit Ermal Beqiri, për të cilin SPAK ka lëshuar urdhër arrest, ndërsa ai vetë është vënë në paraburgim. Nëse jepet pëlqimi nga shteti francez, kthimi në atë do të finalizohet brenda pak ditësh. I pyetur për pasuritë e Ermal Beqirit në Francë, drejtuesi i SPAK Klodian Braho tha se prokuroria e posaçme ka kërkuar më herët sekuestrimin e tyre. Ne kishim kërkuar më herët nga autoritetet franceze sekuestrimin e pasurive të Ermal Beqirit. Nuk bëhet fjalë vetëm për avion, por edhe për pasuri të tjera. Ne kishim informacion, e kishim lokalizuar dhe kishim nisur let porosi drejt Francës për kryerjen e disa veprimeve hetimore, për të cilat do të keni shumë shpejt edhe një njoftim zyrtar. Ndërkaq, për hetimet e 21 janarit dhe të Gërdecit, Braho u përgjigj. Për 21 janari ne kemi i dërguar letër porosin, por ende nuk kemi marrë ekspertizën nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Por Gërdecin është një çështje që vijon të jetë nën hetim. Hetimet po vazhdojnë dhe nuk kam diçka tjetër për të ndarë në këtë moment. Janë kryer veprime hetimore brenda Shqipërisë, si edhe përmes letër porosive të ndryshme. Çështja vazhdon të trajtohet dhe hetimet janë ende në zhvillim. Për kreun e Partisë Mundësia Agron Shehaj, kryeprokurori u shpreh se po verifikohet kallëzimi i nisur pas tentativës së tij për të marrë një dokument nga Komisioni i Sigurisë. Numri i bashkive sipas hartës territoriale të majorancës do të jetë 46. Në dokumentin që është përcjell kuvendit nga Komisioni i Posaçëm, vjet re shkrirja e disa bashkive të vogla dhe bashkimi i tyre me të mëdhat. Partia Socialiste ka depozituar në kuvend hartën e re territoriale, ku tashmë nga 61 bashki, numri i tyre do të shkojë në 46 të tilla. Ashtu siç ishte parashikuar, majoranca ka sjellë ndryshime, ku janë prekur pothuajse të gjitha qarqet. Nisur me qarkun më të madh të vendit, atë të Tiranës, Bashkia e Rogozhinës tashmë i ka kaluar Kavajës, ndërsa aeroporti Nën Tereza do të kalojë nga Bashkia e Krujës tek ajo e kryeqytetit. Në qarkun e dytë më të madh, Bashkia e Patosit i bashkohet Fierit, ndërsa Lushnjës do t'i bashkohet Divjaka, Roskoveci dhe Mallakastra mbeten të paprekura. Qarku i Elbasanit ka përsuar ndryshimet më të mëdha, ku bashkit Belzh dhe Corriki janë bashkuar Elbasanit, ndërsa Bashkia e Prenjasit do t'i bashkohet Librazhdit. Të paprekura mbeten vetëm bashkit Peqin dhe Gramsh. Edhe qarku i Durrësit vjen me ndryshime, teksa Bashkia e Fushkrujës do t'i bashkohet Krujës. Gjithashtu edhe Gjirokastra do të ketë ndryshime, ku bashkis do t'i bashkohet Libohova. Në këtë qark, ndryshimet të tjera janë me Maliaj që i bashkohet Tepelenës dhe Këlcyra me Përmetin. Ndërkohë, Bashkia e Minoritetit Dropulli mbetet i paprekur. Korça do të ketë 5 bashki. Qytetit Juglindor i bashkohet Maliqi, ndërsa bashkitë e tjera, Pustec, Ersek, Bilish dhe Pogradec mbeten njësoj. Qarku i Kuksit mbetet i pandryshuar me 3 bashki, Kukës Haz dhe Tropoj. Lezhë ka ndryshime me bashkinë Rubik që i bashkohet Roshenit, ndërsa Mamurrasin e merr Kurbini. Në qarkun Shkodër,
ndryshon vetëm Bashkia e Fusharzit, e cila i bashkohet Pukës. Bashkisë së Vlorës do t'i bashkohet Bashkia e Selenicës, ndërsa Finiqi, Konispoli, Saranda dhe Delvina mbeten siç janë. Ndryshimet në qarku Ndibër vjen vetëm për Bashkinë e Matit, të cilës do t'i shtohet dhe Bashkia e Klosit, ndërsa Berati do t'i shtohet Bashkia e Dimalit dhe Poliçanit, teksa Kuçova dhe Skrapari mbeten siç janë. Çekapi dhe hemodializa i kanë kaluar shtetit pas përfundimit të kontratave koncesionare, qytetarët do të vijojnë të marrin trajtimet falas, ndërsa për më shumë se një dekadë shërbimet u ofruan nga privati. Dy nga kontratat më të mëdha koncesionare në shëndetësinë shqiptare, Çekap dhe hemodializa, kanë përfunduar afatin e tyre dhe administrimi i tyre i kalon shtetit. Ministri i Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale Evi Sala, pas mbledhjes së Këshillit të Ministrave, tha se të dyja këto shërbime do të merren nga qytetarët pa ndërprerje, po njësoj siç ka funksionuar deri tani. Ndryshimi prek vetëm mënyrën e menaxhimit të kontratave dhe jo aksesin e qytetarëve në kontrollin bazë shëndetësor apo në trajtimin me hemodializë. Shërbimi i Çekapit dhe i dializës, që përkatësisht përfundojnë në shtator dhe në nëntor, të ofruara për momentin nga koncesionari, merren dhe në dorëzim dhe ofrohen nga shteti. Për më shumë se një dekadë, shërbimet e Çekap dhe hemodializës u ofruan nga kompani private në bazë të kontratave të partneritetit publik-privat, ndërsa financoheshin nga buxheti i shtetit. Koncesioni Çekap nisi me procedurat e tenderimit në vitin 2014, ndërsa kontrata hyri në fuqi në janar 2015 me një afat 10 vjeçar që përfundoi në vitin 2025. Programi u krijua për të ofruar kontrollin bazë shëndetësor falas për qytetarët e grupmoshës 35 deri 70 vjeç në të gjithë vendin përmes rrjetit të qendrave shëndetësore dhe laboratorëve të kujdesit parësor. Vlera fillestare e kontratës ishte rreth 13.8 miliard lekë ose afro 100 milion euro. Ndërkohë koncesioni hemodializës u nënshkrua në shkurt 2016, gjithashtu me një kozgjatje 10 vjeçare duke përfunduar në vitin 2026. Vlera e kontratës llogaritet rreth 8.6 miliard lekë. Kontrata kishte si synim zgjerimin e aksesit për pacientët me insuficiencë renale kronike përmes ngritjes së qendrave të reja të dializës në spitalet rajonale. Fillimisht shërbimi u ofrua në 5 spitale rajonale: Shkodër, Lezhë, Elbasan, Korçë dhe Vlorë, ndërsa pacientët e Tiranës vazhduan të trajtoheshin kryesisht në qendrën spitalore universitare Nën Tereza. Krahas koncesionit, FSDKSH-ja financonte edhe seancat e dializës në spitale private të kontraktuara. Pacientët referoheshin në këto struktura sipas nevojave të shërbimit, ndërsa pagesa kryhej nga fondi pa kosto për pacientin. Ministri i Mbrojtjes Ermal Nufi tha këtë të njëjtën se huaja $302 milion nga Shtetet e Bashkuara garanton armatim modern për ushtrinë. Ai kritikoi edhe qëndrimin e opozitës që e dërgoi çështjen në gjykatën kushtetuese, duke e quajtur të papranueshme. Marrëveshja me Shtetet e Bashkuara të Amerikës për huan $302 milion do të sjellë mjete tërësisht të reja për forcat armatosura. Pas mbledhjes së qeverisë, Ministri i Mbrojtjes Ermal Nufi u shpreh se programi parashikon teknologji më të avancuar për ushtrinë. Dhe patjetër që kjo kredi jo vetëm që është financiarisht një ndihmë për qeverinë shqiptare për përmbushjen e këtyre kapaciteteve në forcat armatosura, por është edhe patjetër një miratim që lidhet me transferim teknologjik në Republikën e Shqipërisë. Ne nuk po bëjmë mjete të përdoruara, po bëjmë mjete të reja, teknologji të fjalës fundit që lidhet me mbrojtjen, dhe kjo është edhe një mbështetje politike për Republikën e Shqipërisë, për atë që ne jemi në Ballkanin Perëndimor, për atë që ne jemi në NATO, për pozicionin që qeveria shqiptare ka të qartë krah aleancës. Ai komentoi edhe padinë e Partisë Demokratike në kushtetuese, duke theksuar se çështjet e sigurisë nuk duhet të sillin debat politik. Qëndrimet e Partisë Demokratike janë totalisht të papranueshme për sa më përket mua dhe Ministrisë së Mbrojtjes në raport me këtë marrëveshje. E kam thënë edhe ditën në parlament, pavarësisht se seancat e mëdyrë të mbyllura, siguria kombëtare nuk është çështje debati politik. Edhe unë di edhe të kaluar në qëndrimet e Partisë Demokratike për këtë pikë kanë qenë shumë edhe të dy palëve, më kishin shumë bashkëpunuese. Në këtë rast, ky nuk është një sinjal i mirë, përkundrazi, mendoj që të atakohet një marrëveshje e cila financon mbrojtjen është e papranueshme. Ndërkohë që qeveria vendosi të dërgojë disa oficerë në Gaza në kuadër të angazhimit në bordin e paqes. Republika e Shqipërisë do të ketë një përfaqësi në Gaza, duke filluar fillimisht me 4 oficerë shtabi. Kemi bërë ditur edhe në intervistat e tjera dhe në daljet e tjera publike që ky do të jetë angazhimi i Republikës së Shqipërisë. Dhe me vajtjen e këtyre 4 oficerëve të shtabit në forcat ndërkombëtare stabilizuese do vlerësohet më pas edhe kush do të jetë niveli konkret i trupave që do të dërgohen në Gaza, duke përfshirë këtu edhe vendodhjen konkrete ku këto trupa do të dislokohen. Ministri foli edhe për menaxhimin e situatës së zjarreve që deri më tani nuk ka sjellë probleme të mëdha.
Shpallja në kërkim ndërkombëtar e Ermal Beqirit dhe Ergjys Agasit sipas Sali Berishës është zhvënuar qëllimisht. Lideri i opozitës tha se kjo lëvizje është bërë për të shmangur përballjen e tyre me drejtësinë. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka kritikuar procedurat që janë ndjekur nga organet ligjzbatuese, sa i përket çështjes së Ermal Beqirit dhe Ergjys Agasit. Në një konferencë për mediat, Berisha shpreh se ata janë shpallur në kërkim ndërkombëtar shumë vonë, pasi urdhër arrestet datojnë që prej dhjetorit të vitit që lan pas. Me 24 prill ne denoncuam këtu se Agasi dhe Ermal Beqiri nuk janë në kërkim ndërkombëtar, ndërkohë që urdhër arresti për ta ishte i datës 25 dhjetor 2025. Pra, edhe 4 muaj më vonë këta nuk ishin. Në lidhje me Ermal Beqirin, Berisha ngriti pretendime për aktivitet dhe investimet të tij në disa vende europiane, duke përmendur Austrinë, Sloveninë dhe Francën. Kurse Beqiri ndërmori vëmëtaritë e tij në disa vende anëtare të Bashkimit Evropian, siç janë Austria, Slovenia dhe Franca. Beqiri ka përvetësuar të paktën 200 milion euro nga akshi. Lideri i opozitës komentoi dhe protestën qytetare që tashmë vijon prej më shumë se 2 muaj, duke u shprehur se kjo revoltë qytetare është ajo që do të sjellë ndryshimin. Ata të ri, ata qytetarë që protestojnë çdo natë me orë të tëra, në të vërtetë janë zëri ndërgjegjës. Kryetari i Partisë Demokratike sqaroi dhe padinë kushtetuese për marrëveshjen e UAS me SBA-n, duke theksuar se opozita nuk është kundër bashkëpunimit, por procedura e ndjekur në kuvend sipas tij ishte në shkelje të kushtetutës. Avokatët e kryebashkiakut Veliajt u shprehen të bindur se gjykata e Strasburgut do të jap drejtësi për klientin e tyre. Pas 2 betejave të fituara në kushtetuese, ata thanë se doja dalin të rrëzojnë masën e sigurisë arrestit në burg. Koha i gjatë e qëndrimit në paraburgim do të jetë një nga argumentet ligjore të mbrojtësve ndërkombëtar të Erion Veliajt për të goditur çështjen në Strasburg. Për më shumë se 14 muaj na është mohuar e drejta për të takuar klientin ton, tha Ben Brandon. Megjithatë, ai renditi edhe disa argumente të tjera. As you are aware, the Constitutional Court decision Vendimi i gjykatës kushtetuese ka 2 aspekte. Nga njëra anë, ajo ka një vendimarrje përfundimtare në disa çështje që ne kemi ngritur në emër të Zotit Veliaj, ndërsa nga ana tjetër ka disa aspekte të tjera të vendimarrjes së gjykatës kushtetuese, siç janë proporcionaliteti dhe elementë të tjerë, të cilat ajo ja ka kthyer për rishqyrtim gjykatës së lartë. Por cilat janë pritshmëritë e avokatëve të huaj të Veliajt për drejtsinë shqiptare? My hope and my expectation is that Shpresoj që çështja e Zotit Veliajt të shqyrtohet nga një gjykatë e drejtë, e pavarur dhe e paanshme. Siç e thash, unë nuk jam avokat shqiptar, por besoj se e kam lexuar me shumë vëmendje vendimin e gjykatës kushtetuese dhe opinionin. Në sytë e mi, gjykata flet shumë qartë për sa i përket aspekteve dhe standardeve të proporcionalitetit, si dhe mënyrës se si duhet të trajtohet kjo çështje. Shpresoj dhe kam pritshmëri që gjykata e lartë të marrë një vendim në përputhje me frymën dhe vendimmarrjet e gjykatës kushtetuese. Kryetari i Bashkisë së Tiranës Erion Veliaj është i burgosur që prej 10 shkurtit të vitit të kaluar. Ai dyshohet nga SPAK për korrupsion, pastrimparash dhe fshehje pasurie në bashkëpunim me gruan e tij Ajola Xoza dhe disa biznesmen. Hetuesit në Shkodër besojnë se shpërthimi i bombulës së vogël të gazit u bë shkak për zjarrin që i mori jetën nënës dhe 2 fëmijëve të saj në Postrib. Gjithçka ndodhi në pak minuta ndërsa ndihma u vonua për shkak të zonës së thellëmalore ku ndodhet shtëpia. Detajet e reja janë zbardhur nga ngjarja tragjike ndodhur një ditë më parë në fshatin Domen të Postribës në Shkodër, ku një nën dhe 2 fëmijët e saj humbën jetën pasi u përfshin nga flakët brenda një banese të vjetër. Trupat e 3 viktimave janë gjetur pranë njëri tjetrit të karbonizuar. Dyshohet se në momentet e fundit nëna është përpjekur të mbrojë fëmijët, por nuk ka mundur të dalë nga banesa. Foshnja 1 vjeçare është gjetur në krahët e së ëmës, ndërsa fëmia tjetër ndodhej vetëm pak metra larg tyre. Gjatë këqyrjes së vendit të ngjarjes, policia dhe shërbimi zjarfikës kanë sekuestruar si provë materiale mbetjet e një bombole të vogël gazi, e cila dyshohet se mund të ketë lidhje me shpërthimin dhe zjarrin.
Hetuesit kanë gjetur gjithashtu sustën e një shtrati, ndërsa pjesa tjetër e banesës ishte shkatruar plotësisht nga flakët. Jashtë shtëpisë janë gjetur çantat e familjes Çelaj, të cilat kishin mbetur të paprekura. Të gjitha provat materiale do dërgohen për ekspertim në kryeqytet, me qëllim zbardhjen e plotë të rrethanave të kësaj tragjedie. Në dëshminë e tij, babai i fëmijëve ka deklaruar se familja kishte marrë me vete edhe një shishe me benzinë, e cila do të përdorej për pastrime dhe punime në banesën e vjetër. Ai ka treguar se ishte larguar për pak minuta drejt një marketi për të blerë disa sende dhe gjatë mungesës së tij, shtëpia ishte përfshirë nga flakët. Zjarri besohet se mund të ketë nisur në momentin kur nëna ka tentuar të ndezë bombolën e gazit për të gatuar. Si pasoj, një rrjedhje e mundshme e gazit mund të ketë shkaktuar shpërthim fatal. Hetuesit nuk përjashtojnë as mundësinë që 2 fëmijë të kenë qenë në gjumë kur shpërtheu zjarri. Izolimi i banesës dhe mungesa e shtëpive të tjera pranë saj bën që flakët të mos zvëreheshin menjëherë. Vonesa në njoftim, si dhe terreni malor, pengoi gjithashtu ndërhyrje në kohë të ekipeve të emergjencës. Familja Çelaj jetonte prej vitesh në Gjermani dhe kishte ardhur në Shqipëri për pushime. Ata kishin shkuar në banesën e tyre të vjetër me qëllim pastrimin dhe sistemimin e saj. Një 65 vjeçar humbi jetën në Himar pasi u plagosur rënd nga shpërtimi një sasie dinamiti në duar. Policia sqaroi se Pandeli Mërkuri po kryente peshkim të palishëm në zonën e Porto Palermos duke përdorur eksploziv. Në rrethana ende të paqarta, dinamiti shpërtheu pa rënë ujë duke dëmtuar 65 vjeçarin në trup dhe gjymtyr. Ai është dërguar me urgjencë drejt qendrës shëndetësore të Himarës, por nuk mundi të mbijetonte duke humbur jetën gjatë rrugës. Policia rrugore në Elbasan këshillon shoferët të respektojnë maksimalisht rregullat e qarkullimit. Të dhënat tregojnë se parakalimet e gabuara, shpejtësia dhe celulari janë bërë shkak i aksidenteve të rënda. Shpejtësia dhe parakalimet e gabuara vijojnë të mbeten ndër shkaqjet kryesore të aksidenteve. Shefi i sektorit të policisë rrugore në Elbasan, Viktor Dulaj, thotë se pakujdesitë e shoferëve po sjellin ngjarje të rënda. Parkimet e gabuara, qëndrimi mjetit trotuar, si dhe marrja e masave në vijët e kalimit këmbësorëve, ku mjetet që nuk japin përparësi. Njëkohësisht, puna e policisë rrugore në qytet është e fokusuar në identifikimin e mjeteve të cilat përdorin marmitat të modifikuara të cilat shkaktojnë ndotje akustike në qytet. Policia rrugore po përdor gjithnjë dhe më shumë teknologjinë për të zbuluar shkelësit. Ku jemi duke marrë masa me mjete inteligjente, siç është droni, i cili konstaton shkeljet e qarkullimit rrugor që janë parakalimet gabuara, përdorimi i celularit dhe rripi sigurimin drejtimin e mjetit. Shkeljet që janë burim aksidenti. Në akset e tjera të qarkut të Elbasan, ne kemi vendosur mjetet inteligjente për matjen e shpejtësisë, siç është makina inteligjente e cila bën matjen e shpejtësisë në lëvizje. Rrugorët u bëjnë apel shoferëve të respektojnë kufitë e shpejtësisë, të mos përdorin telefonin, të vendosin rripin e sigurimit si dhe të shmangin parakalimet e rrezikshme. Kjo është gjithçka e përgatitur edhe për këtë edicion informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Bashkë mirupafshim.